relaksin, qetësin, ambientin, pse mos me provu edhe rushin, me pa Toskanën e Kosovës. Edhe prindi e ka prit shumë këtë. Ajo është gjenata e 4 ose e 5, na jemi veç 6 e tutje. Unë jam me këtë me profesion tjetër, jam stomatolog. Ideja ka qenë bashkë me vllaun, ideja fillim ka qenë me bo një vikendic, një shtëpi vogël për veti, me dal vikendeve, me pas tash verës ku me dal për relaks. Po tani tu punu brenda vneshtit na lindi ideja pse mos me bo diçka më të madhe, diçka që mund me marr familja, shoqëria, me pas produktet tona, edhe thjesht për qefin njerë. Tani ideja pak me zgjeru, pse mos me bo një formë lloj agroturizmit. Mi qitë produktet tona, me pa njerës produktet tona, me arë me shiju për shembull relaksin, qetësin, ambientin, pse mos me provu edhe rushin. Që kjo kom për fillim. Po besojmë që nëse na shkon barë, ditëve të vazhdim, muj, bova ki viti, një vit shkon, pretendojmë me pas edhe produktet ushqimore, perimet, kemi edhe pemë, me arë njeri me shetit brenda vneshtit edhe me kërku rushin, me kërku një kumëll, një qërshi ose diçka tjetër. Kjo është këtë ideja me dalë për shefi. Këtu na e vendin që jemi, e kena vendos një emër shumë interesant, është Rush e Verë. Më thonë njerës ka me mundësi me shiju edhe verën, edhe rushin, dyjet bashkë. Na pikrisht tash gjendemi në një zonë shumë të bukur, këtë zonë e thirin Hamovc në Rahovec, është mes qytetit Rahovecit dhe fshatit Fortes. Kemi edhe përballë pjesën e vreshtave të Stone Castle, është një vend shumë i bukur, edhe ata që dëshirojnë me pa, kanë çka me pa. Për kohën e kena bërë rekord, kena fillu me 5 prill, me njerë mas Bajramit, me 5 qershore kena bo hapje. Kena punu ma shumë vetë me vllaun, edhe pse kena pas do mjeshtër me punu pjesën e muratimeve do sene, po kohën ma shumë kena punu me vllaun. Unë punoj deri në orën 6 mbrëmje në ordinancë klinikën time, vllau punon këtë diku tjetër, është ekonomist me profesion. Në 6 mbrëmje vishim bashk, me agregat deri në 12 natës kena punu non-stop. Për 2 muaj kena arrit, më thonë, me kompletu paka shumë që atë ambient me regullu. Ka, mos thëmë, për këtë Kosovës, edhe jashtë Kosovës, kena pas edhe Gjerman, edhe të Kforit, edhe një ambient tepër i mirë, një ambient që ka mungu zonës tonë, edhe njerëz tash kanë dëshirë me dalë familjarisht ose me shoqni, një ambient hapur, një ajt pastër, me zonave të mbyllura. Edhe ja kanë pritë shumë mirë, edhe besa kemi edhe kërkesë, edhe na i organizim familjar me shvizu kohën, edhe pse na me kohën e kena shumë të limitume, se unë e mirë në këtë diçka tjetër, vllau diçka tjetër, ashtu që kemi një kohë veç pas ditës, prej orës 6 mbrëmjes në 12 përfundojmë. Do të thonë është një kohë pak e limitume, po që ajo pak që është, besoj që jemi të kënaqur edhe na edhe klientë edhe krejt. Për momentin tu bashkëpunu ma shumë me familjar. Disa kanë bashqet veta, produktet bashqeve, dhe më thonë këtë që marrë janë të freskëta, marrëm një sasi për shembull veç të vogël, që ajo që harxhohet, që ditë harxhohet, ma nuk ka. Nesër vjen e freskët, dhe më thonë çdo sen që është bio. Për ushqime për moment janë veç ushqimet të rrethit, kemi edhe djathat ndryshme, kemi edhe produktet, zakonisht produkte që bëhen veç në zonën tonë. Edhe normal ofrojmë edhe pijet alkoolike, verrat, rakia që është e zonës, e vendit tonë. Qëllimi ka qenë ma shumë, unë e vetë shoqni që kam edhe jashtë Rahovecit, gjithmonë nuk kanë ajo ku po do me qu një mik, një familjar, një shok diku me pa këtë vend, me degustu ose me shiju diçka. Gjithmonë pak mungese këtyre hapësirave, edhe thjesht kena menu me bo në fillim për veti, tash po zgjerohet, po shihet që kërkohet ma shumë, e thjesht me qitë pa produktet tona, me pa bukurit tona, me pa edhe Toskanën e Kosovës. Gjithçka na lidh se këtu jena rrit, jena shkollu diku tjetër, jena prapë vendin tonë me kontribu, e dojna vendin tonë, edhe shpesh edhe pyesim qysh edhe doktor edhe mirësh me bujqësi. Këto kulturën e vreshtave janë marrë baba, babgjysh, stërgjyshe, katërgjysh krejt. Edhe bashkë me vllaun tash e vazhdojmë atë trendin familjar, mos t'ja upim rendin. Edhe prindi e ka prit baba shumë këtë, e ka mirë prit se është sidomos me këtë kulturë, me vera ki, ajo është gjenata e 4 ose 5,
na jemi veç 6 e tutje, edhe i ka ardhur shumë mirë që dikush vazhdojnë fëmijët bovaki, shpresojmë që dhe fëmijët tonë dhe me vazhdu, urojmë të kenë fatë shëndete. U prit mirë, pak me skepticizëm, pak me frikë se ju të nditëm punë, ku dënë mja dalë tani mas dite me punë mbrami atje, është pak ngërkes, besë edhe ato pak e kena ngërku se përshka kohës, që ka u bo, bile shto 2 muaj që punojshim dhe në 12 që u bo, që e një vonu, e kënej, po tash po shedhaj një relax, vjen bashkë me neve, rinë këtu bashkë me neve, shijon kohën, hapësiren, ajrën e pastër e krejt. Trit që menojnë me kontribu vendin e vetë, me kontribu familjet veta, aty ku jetojnë, aty le të zhvillohen, aty kanë mundësi, sidomos anën tonë, qëtë produkt që kanë, qëtë vend që kanë hapësirë të mjaftueshme. Më thonë nuk është diçka që nuk muj me bo, është diçka që mundet mu bo, është diçka që veç duhet vullnet, normal që duhet edhe përkraje, përveç familjes duhet normal pak edhe ma gjonë, po dikush ma shpejt, dikush ma ka dale, po dikur nëse ke një qëllim, duhesh me pas një qëllim edhe duhesh me mbri. Koha e tregon vetën, po vaki dikush ka ma shpejt, dikush ma ka dale, po suksesi është i garantum. Është i garantum jo veç këtë kulturë, edhe kulturë tjera. Zona jo njifet për bujqësi, jo veç për vreshta, kemi edhe produkte tjera. Kanë që njerë që me ato jetojnë edhe bojnë një jetë shumë të mirë.